E rëndësishme është që të korrigjohemi, e rëndësishme është që mos ngelim vend, e rëndësishme është që mos bëhen njëjtat gabime. Këtë mendoj që do thotë që ka reflektime. Patjetër që ka reflektime, nuk diskutohet, dhe ka gjithmonë më mirë. Ajo që unë kërkoj nga opozita, si kolegët e mi, që duhet jetë më e fortë, kjo është më së e dukshme që nuk është kështu. Ilir, po kërkoj nga opozita të jetë më e fortë. Po, është realisht unë e shoh në terren. Shumë mirë. Atëherë, në radhë parë, më pëlqen më qasja e zotit Malej këtë drejtim debati konstruktiv, po është i ri akoma. Kështu e kisha dhe unë disa vite më parë, nuk funksionon fiks politika ashtu, me atë bëhet qejf se debatin bashkë do ta kemi në parlament, vetëm me ju me sa shoh nga paneli që kam përballë. Ne jemi ngar, të hapur gjithë. Ju thatë atë, unë ju thash mendimin tu. Ai që u mbështes se juve nuk është më, kështu që zor që do jeni ju. Makroindikator. Shpopullimi është makroindikator. Plakja e popullatës është makroindikator. Rënja e lindjeve është makroindikator. Nuk është kuriozitet që u foli herë në 2020, nuk flet më. Pra, dikush është me kancer, e kemi thonë një herë ne tash dhe nuk duhet merremi më, sa e kemi thonë një herë. Mos kujdesemi më për këtë kancer. Është kancer, është vdekje kombi, vdekje familje, largimi i njerëzve. Është emergjencë kombëtare. Nuk është një çështje që ne thjesht e flasim për kuriozitet. Jo vetëm që nuk e pranojnë këtë, por të tallen. Kjo është për të ardhur keq. Unë i ftoj gjithë ata, mendoni vetë, shtëpitë tuaja. Ju mungon ndonjëri? Po ju qan juve mallin për një fëmijë, për një vajzë, një djalë. Unë e kuptoj shprehjen, më mirë ti qash mallin se sa ti qash hallin. Por realitetin e din vetë njerëzve, unë i flas atyre. Unë do ju jap dhe një fakt, se si mendon qeveria këto gjëra, se si futet edhe me bashkinë, ku Flori ka eksperiencë. Nëse mundet regjia, unë ju kam dërguar një VKM. Është një VKM e vitit 2017, një gjë shumë e mirë aso kohë. Mori disa prona dhe donte t'i kthente në terrene për arsimin, për sportin, për kulturën, ja ku e kanë. Një VKM shumë e mirë, ja ku janë dhe fushat e përdorimit pronës, ja dha Bashkisë Tiranë. Dhe para me e Flori, sa po e tha që ka qenë këshilltar bashkiak në ato periudha. Më 12 mars, këto 12 mars, mbas 8 vitesh që në ato vende s'u bë asgjë, futi një VKM në shkelje të ligjit vetë qeverisës vendore Edi Rama, dhe këto zona këtu që ishin për shkolla, për çerdhe, për kopshte, për mjete sportive, do kthehen fabrika armash dhe municionesh. A thu se s'kemi neve reparte ushtarake sa dush për ta bërë atë punë, jo duhet ta bëjnë qendër të banume, ku ne kemi nevojë për shkolla, e për çerdhe, e për sport, e për kulturë. I ka kaluar ato me 12 mars. Dhe Këshilli Bashkiak nuk është ndjar fare. Ku është si zonë gjeografike? Njësinë administrative numër 1 në Shkos. Ku ka dhe shumë banesa sociale, mund të bëhesh edhe banesa sociale aty. Ka njerëz që kanë nevojë. 8 vjet nuk bëri asgjë. Mbasi nuk bëri asgjë, as shteti, as bashkia, as kush, edhe Flori këtu se ka qenë këshilltar bashkiak, nuk u bë asgjë në to terrene, sot kthehen fabrika armësh në qytet Tiranës. Kështu që këtu duhet ta kemi, ky është fakt. Pensionet shumë mirë, janë të mira, thot Partia Socialiste. Si e mendoni ju dalin? Qose ju dalin shumë mirë. Po unë besoj një diçka, mbas në 2025 mos kesh llogarit ende minimumin jetik. Ore, sa para duhet për të shtyr fundin e muajit në këtë Shqipëri, një person. Ore, minimumi jetik, e thot vetë fjala. Se mbi këtë minimum kalkulohen të gjitha. Kalkulohen invaliditetet, kalkulohen pensionet, kalkulohen rrogat, kalkulohet çdo gjë. Minimumi nuk është bërë. Partia Demokratike këtë minimum e ka llogaritur në 200 euro, do ta bëj direkt në 100 ditë e para. Dhe ky është minimumi për çdo gjë. Pra nuk ka se si të ketë një pension, një invaliditet, nuk ka se si të ketë asgjë poshtë 200 euro, sepse është minimumi etik, se i pret frymën tjetrit kur nuk ja jep. Dhe dëgjoj edhe këtë pjesën që lufta ndaj korrupsionit, shumë mirë, rreth parë do thotë që edhe ka korrupsion. Kur ke nevojë të bësh kaq shumë, do thotë që ka një korrupsion dhe të madh. Janë të dyja, dritë dhe hije, janë të dyja elementet. Kështu që njësoj si kanceri që të bësh luftë me kancer, po i pari duhet të jetë kanceri. Vjen ai para në radhë. Dhe korrupsioni kemi shumë të qartë neve. Dhe unë nuk do të doja që me vetëm me fjalën qëndrueshmëri ta ndalim aty. Çfarë do ta quajmë te? Qëndrueshmëri varfërie do ta quajmë? Qëndrueshmëri varfërie ekonomike, varfërie morale, varfërie familjare, sepse këtu nuk po diskutohet mos si të mbështetet familja.
kështu unë dëgjova vetëm, do fitoj ky, do fitoj ai, se lista hapur, se lista mbyllur. Por s'dëgjova asgjë për njerëzit. Si do mbështesim ne njerëzit, si do sillen ne fjalën e tyre aty ku duhet. Çfarë u nevojitet atyre? Folëm o nivel personal, o nivel maksimumi grupazhi politik. Nuk folëm për ata. Po ne, prandaj u them dhe një herë, prandaj neve duhet kemi këtë demokracinë drejt për drejt. Prandaj listat e hapura janë më të mira. Mendoj unë. Kam qenë gjithmonë patjetër, plotësisht. Kam qenë këtë mendim përpara, vazhdojmë jam sot. Pse? Sepse mund zgjedhësh dhe njeriu që e mbron më fort atë parimin. Jo thjesht se ekziston. Jam dakord. Ka bërë ca gjëra partia? Po patjetër më që ka bërë. Po s'ka bërë mjaftueshëm, si ka bërë mjaftueshëm shpejt, se makroindikatori është aty. Njerëzit po largohen, trinjt po largohen, po plaket popullata, lindjet kanë rënë. E di çfarë ndodh pas plakjes? Në fiziologji, çfarë ndodh një njeriu pas plakjes? E njëjta gjë ndodh me një komb. Pas plakjes një kombi, çfarë ndodh? Do duhet as smundja, as vdekja, se s'duhet bëj këtë asociacion për Shqipërinë. Shkojmë hapësirë publicitare dhe kthehemi më njëherë me disa ngacmime të tjera. Ishim deri diku të kulturuar. Hapësirë publicitare.